Mirë të Zoti, do desha të lexoj diçka nga fjala e Perëndisë. Vëllezër, jemi në Ungjilli sipas Gjonit. Ungjilli sipas Gjonit, kapitulli 21. Do të lexojmë 17 vargje. Ta shohim me vëmendje, vëllezër, aleluja. Çfarë do të na jap Zoti sot? Pas këtyre gjërave, Jezusi ju çfaq përsëri dishepujve pranë detit të Tiberiadës. Dhe u çfaq në këtë mënyrë. Simon Pietri, Thomai i quajtur Binjaku, Nathanaeli nga Kana e Galilesë, të bijtë e Zebedeut dhe dy të tjerë nga dishepujt e tij ishin bashkë. Simon Pietri u tha atyre, po shkoj të peshkoj. Ata i thanë, po vijmë edhe ne me ty. Dolën dhe hipën menjëherë në barkë. Por atë natë nuk zun asgjë. Në mëngjes herët Jezusi ndeni tek bregu, megjithatë dishepujt nuk e kuptuan se ishte Jezusi. Dhe Jezusi ju tha atyre, o djema, a keni ndonjë gjë për të ngrënë? Ata u përgjigjen, jo. Dhe ai ju tha atyre, hidhni rjetën në të djathtë të barkës dhe do t'i gjeni. E hodhën pra dhe s'mundën më ta tërhiqnin nga shumica e peshqve. Atëherë dishepulli të cilin Zoti e donte i tha Pietrit, është Zoti. Simon Pietri kur dëgjoi se ishte Zoti u mbështoll me robë, sepse ishte i zhveshur dhe u hodh në det. Dishepujt e tjerë përkundrazi shkuan me barkë, sepse ishin shumë larg nga toka, nuk ishin shumë larg nga toka, vetëm 200 kubitë, duke tërhequr rrjetën plot me peshq. Mbasi dolën në tokë panë një zjarr me prush dhe mbi të peshk dhe bukë. Jezusi ju tha atyre, sillni këtu disa nga peshqit që zut tani. Simon Pietri hipi përsëri në barkë dhe nxorri në tokë rrjetën plot me peshq të mëdhenj 153. Dhe megjithse ishin aq shumë, rrjeta nuk u shqye. Jezusi ju tha atyre, ejani tani mëngjes. Por asnjë nga dishepujt nuk guxonte ta pyeste kush je, duke e ditur se ishte Zoti. Atëherë Jezusi erdhi, mori bukën dhe u dha atyre, po kështu dhe peshkun. Kjo ishte e treta herë që Jezusi ju çfaq dishepujve të vet, mbasi ishte ringjallur së vdekur. Mbasi kishin ngrënë, Jezusi i tha Simon Pietrit, Simon nga Jona, a më do ti mua më shumë se këta? U përgjegj, po Zot, ti e di se unë të dua. Jezusi i tha, kulloti qengjat e mi. Përsëri e pyeti për të dytën herë, Simon nga Jona, a më do ti mua? Ju përgjegj, po Zot, ti e di se unë të dua. Jezusi i tha, ki kujdes për delet e mia. E pyeti për të tretën herë, Simon nga Jona, a më do ti mua? Pietri u trishtua pse e pyeti për të tretën herë, a më do ti mua? Dhe ju përgjigj, Zot, ti di çdo gjë. Ti di se unë të dua. Jezusi i tha, kulloti delet e mia. Amin. E falenderojmë Perëndinin, motra vëllezër, aleluja, për fjalën. Fjala, motra dhe vëllezër, aleluja, është vërtet ushqimi ynë, është vërtet pasqyra jonë, ku ne shohim veten tonë, dobësinë tonë, rritjen tonë, sa të pëlqyer jemi në sytë e Perëndisë, në fjalën e Perëndisë shohim. E falenderojmë Perëndinë. Fjala vëllezër është kaq shumë e rëndësishme në jetën e besimtarit,
Sa nuk mund, motra dhe vëllezër, aleluja, besimtari të jetojë pa fjallën e Perëndisë. Sepse aty vërtet, motra dhe vëllezër, ne shohim dhe marrim kuptimin e thirrjes hyjnore të Perëndisë. Nuk është thjesht, motra dhe vëllezër, Zoti më thiri, më zgjodhi dhe ne ndoqëm Jezus Krishti. Fjala e Perëndisë, vëllezër, aleluja, na tregon rrugën tonë. Se si duhet i krishteri, motra dhe vëllezër, aleluja, të ecë në jetën e tij. Thamë pak më përpara, vëllezër, bij të Perëndisë. Por bij të Perëndisë, vëllezër, ka një ndryshim shumë të madh në krahasim me njerëzit që na rrethojnë. Prandaj thamë është një emër shumë i madh, vëllezër, aleluja, të quhesh biri i Perëndisë. Pse? Sepse bijtë e Perëndisë, motra dhe vëllezër, aleluja, qytetaria e tyre është qielli. Kanë kuptuar thirrjen e Perëndisë, dashurinë e Perëndisë, që nëpërmjet Jezus Krishti ne e pamë, dashurinë e Perëndisë, veprën që do të bëjë Perëndia për çdo njerin, motra dhe vëllezër, pa dallim, për çdo njeri që vërtet e pranon këtë flijim të Perëndisë, Zoti bën një vepër në jetën e tij. Zoti e ndryshon jetën e tij, vëllezër. Nuk mund vetë njeriu të ndryshojë, sepse kishim ligjin më përpara dhe njeriu nuk ndryshonte dot. Shikonte dobësitë e veta, por nuk mund të ndryshonte dot. Dhe Perëndia di, motra dhe vëllezër, aleluja, dobësitë e njeriut dhe mundësitë e njeriut, dhe erdhi vetë të bëjë këtë ndryshim me njeriut. Që çdo njeri që beson në këtë vepër të Perëndisë, në këtë flijim të Perëndisë, të mos humbasë, por të ketë jetë të përjetshme. Jezus Krishti erdhi, i zgjodhi, motra dhe vëllezër, siç e shohim në fjalën e Perëndisë, dishepull. Me mënyra nga më të ndryshme, dikujt i shkon në punë, motra dhe vëllezër, aleluja, dhe thot, më ndiq. Dikush dëgjoi, ja qengji, që heq mëkatin e botës. Atë duhet të ndiqni. Lanë çdo gjë dhe ndoqën Jezus Krishti. Dikush tjetër në mërzinë e tij, në jetën e tij të vështirë, Zoti i tregoi madhështinë e tij Pjetrit, dhe ai kuptoi vërtet që Zoti është ai që e thiri. Mënyra nga më të ndryshme të Zoti, motra dhe vëllezër, aleluja, i thiri, ashtu si çdo njeri prej nesh, me mënyra nga më të ndryshme të Zoti na thiri. Dhe çfarë bëri në jetën tonë, vëllezër? Ai tregoi madhështinë e tij, tregoi dashurinë e tij, tregoi fuqinë e tij. Ne shihnim, motra dhe vëllezër, aleluja, dorën e Zotit që vepronte në jetën tonë, që gjërat që ne s'mund t'i bënim, ne çliroheshim nga ato gjëra që ne si linim dot. Zoti vepronte në ne. Zoti i tregonte popullit, motra dhe vëllezër, vegime nga më të ndryshme. Dëgjonim nga vëllezërit që thoshin, vlla, pash Zotin.
Vlla, Zoti më rëmbeu në qiell, pashë tavolinë të shtruar. Vlla, pashë se si shërbej atje në qiell. Pashë një dritë të fuqishme në dhomën time. Erdhi Zoti më shëroi, vlla. Vuri dorën në mua e pashë, vlla. E falenderojmë Perëndin. Ashtu siç e shohim në fjalën e Perëndisë, Zoti erdhi veproi në jetën tonë. Është po ai Zot, motra dhe vëllezër, aleluja, që ne shohim në fjalën e Perëndisë. I njëjti Zot veproi me të njëjtën mënyrë dhe në ne, motra dhe vëllezër, lavdi emrit të Sheh. Ashtu siç thiri dishepujt në atë kohë, ashtu thiri dhe gjithë të zgjedhurit sot, motra dhe vëllezër, aleluja, në këtë kohë. Me të njëjtat mrekulli dhe fuqi, motra dhe vëllezër, aleluja, Zoti vepron edhe sot. Lavdi emrit të Sheh. Por, motra dhe vëllezër, të gjithë këta që Zoti i thiri, ju foli për gjërat e mëdha të Perëndisë, ju foli me shëmbëltyra për mbretërinë e Perëndisë, ju foli, motra dhe vëllezër, aleluja, për çfarë kishte ardhur dhe si do të mbyllej, motra dhe vëllezër, aleluja, e gjithë kjo vepër e Perëndisë në ta. Do të kryqëzohem, ditën e tretë do të ringjallem, do shkoj t'ju pregatis vend dhe do të kthehem dhe do të vi t'ju marrë që atje ku jam unë të jeni edhe ju. Kështu, motra, vëllezër, aleluja, ju fliste Zoti të gjithë dishepujve që kishte thirrur. E falenderojmë Perëndin. Dhe çfarë ndodhi, motra dhe vëllezër, aleluja? Dishepujt që panë, motra dhe vëllezër, të gjitha këto mrekulli me Jezus Krishtin, dishepujt, motra dhe vëllezër, aleluja, që panë Lazarin të vdekur dhe Jezus Krishti mbas 4 ditësh e ringjall. Panë, motra dhe vëllezër, të gjithë dishepujt që Pjetri ecste në det njësoj si Jezus Krishti. Panë, motra dhe vëllezër, aleluja, që 5.000 burra u ushqyen me 3 peshq dhe 2 bukë. Dishepujt. Gjithë këtë fuqi, këtë vepër të Perëndisë, motra dhe vëllezër, aleluja, për çfarë? Që ata të besonin në çdo fjalë që Perëndia ju kishte premtuar. Dhe deri në momentin, motra dhe vëllezër, aleluja, të kryqëzimit, ata ishin gjithmonë me Jezus Krishtin. Në asnjë minutë, motra dhe vëllezër, ata nuk ishin të ndarë. Por kur ditën që Jezus Krishti u kryqëzua, të gjithë ata e humbën, motra dhe vëllezër, aleluja. Spontanë, thot. Sa e rëndësishme është, motra dhe vëllezër, të shohim që në momentin që Jezus Krishti nuk është më në ne, njeriu, motra dhe vëllezër, hyn frika, është i shpërndarë, nuk di ç'bën, motra dhe vëllezër, aleluja. Dhe Jezus Krishti fillon t'ju shfaqet një nga një të gjithëve. 2 dishepuj po shkonin për në fshatin e tyre. Të kthehemi, çdo gjë mbaroi. Ishim me Jezus Krishtin, vetëm për ta flisnim, vetëm për ta mendonim, ishim të gëzuar. Ishim me Jezus Krishtin. Por tani nuk është më midis nesh. Të kthehemi në fshatin tonë. Aty ku ishim më përpara. Në jetën tonë. Dhe Jezus Krishti pranë tyre, motra, vëllezër, aleluja, sepse Zoti thotë,
asnjëherë nuk do të braktisë. Në çdo situatë që të jesh, bia ime, biri im, thot, unë jam me ty, thot Zoti. Dhe bisedonin me njëri tjetrin. Gjithë kjo që pamë, vetëm për kaq ishte. Tani që u kryqëzua Jezus Krishti, çfarë do bëjmë? Kthehemi siç ishim më parë. Dhe Jezus Krishti thot, pse jeni të trishtuar? Si vjen Zoti motra, aleluja, në momente të vështira. Zoti vjen me dashuri. Dhe thot, bia ime, biri im, pse je i trishtuar? Çfarë ka ndodhur? I kthehej dhe thot, pse nuk e ke kuptuar ti akoma? Ne po flasim për Jezusin që e kryqëzuan. Ne e prisnim ditën e tretë sipas fjalës që ai na dha. Do ishte midis nesh, dhe na dita e tretë sot, na i sash. Dhe Zoti ju tregon motra dhe Izrael, aleluja. Po nuk thoshin shkrimet për të gjitha këto që ju shikoni. Po nuk thonë shkrimet, vëllezër, për të gjitha këto që ne shohim. Pse ky trishtim në ju? Kur Zoti është pranteje. Dhe ju fliste për të gjitha gjërat që kishin të bënin me ardhjen e Jezus Krishtit. Gjatë gjithë shkrimit, motra dhe vëllezër, aleluja. Dhe zemra e tyre u trondit. Dhe zemra e tyre gëzohej kur i dëgjonin nga dikush tjetër gjithë profecit që ishin bërë për Jezu Krisht. Dhe kur shkojnë në shtëpi, motra dhe vëllezër, aleluja, e ftojnë edhe ata të vinë në shtëpinë e tyre. Dhe kur mori bukën e theu dhe u andau, bërin lutje dhe u andau atyre. Atyre ju hapën sytë. Atyre ju hapën sytë dhe lanë çdo gjë, motra, shkoni, lanë çdo gjë dhe thanë, të shkojmë t'ju themi vëllezërve tanë. Pamë Jezus Krishtin të ringjallë. Ai është i gjallë. Vrap, motra dhe vëllezër, aleluja. E njëjta gjë me Pjetri. Të trishtuar, thotë motra dhe vëllezër, aleluja, Pjetri, por jo vetëm. Simon Pjetri, Thomaj, i quajtur Binjaku, Nathanaeli nga Kana e Galiles, bijtë e Zebedeut, dhe dy të tjerë bashkë me ta, thot, ishin të gjithë bashkë. Simon Pjetri ju tha atyre, shkoni me vëmendje vëllezër, po shkoj të peshkoj. Ata i thanë, po vim edhe ne. Shumë i trishtuar, Pjetri, motra dhe vëllezër, çfarë të bëjmë? Do kthehemi përsëri aty ku ishim më përpara, në rjetat tona, në varkën tonë, për peshk, motra, aleluja, në zanatin tonë. Dhe të gjithë të tjerët që ishin me ta, thot ishin bashkë, edhe ata në të njëjtin situatë. Do vim edhe ne me ty. Dhe me njërë, thot, asnjë nga këta, motra dhe vëllezër që ishin bashkë, nuk tha, Pjetër, unë Zoti na ka folur gjëra të tjera. Unë Zoti na ka premtuar gjëra të tjera. A nuk e mbajti fjalën Zoti, motra, vëllezër, aleluja, deri në këtë moment? Do ndodh kjo? Do ndodh kjo me mua? Do ndodhin të gjitha gjërat? Besimi, motra dhe vëllezër, aleluja. Në të gjitha gjërat që Zoti foli, ndodhen.
me eksaktësi. Pse të kam bëjtur trishtimi sot? Çfarë ndodh motra vëllezër, aleluja? Do kthehemi të peshkojmë. Do kthehemi përsëri aty ku ishim. Ishim të lumtur, motra, aleluja. Unë di, dhe nga dëshmit tuaja kam dëgjuar, që Zoti na ka erdhur në momentet tona të vështira, në jetën tonë. Dhe na tha, dëshiron të vish me mua. Nuk na detyroi, motra dhe vëllezër, aleluja. Na nxorri nga balta, na nxorri nga bota ku ishim, na çliroi nga prangat, motra dhe vëllezër, aleluja, që ne nuk lëviznim dot, nuk bënim dot asnjë gjë, dhe na la të lirë. Dëshiron të më ndjekësh. E falenderojmë Perëndin. Të gjithë bashkë thotë ypën në varkë. Aty ku ishim, motra, aleluja. Jezusi në mëngjes edhe të thotë, ishte tek bregu, megjithatë dishepujt thotë nuk e kuptuan se ishte Jezusi. Dhe Jezusi ju tha atyre, o djema, a keni ndonjë gjë për të ngrënë? Ata ju përgjigjen, jo. Dhe ai ju tha atyre, hidhni rjetën në të djathtë të barkës dhe do gjeni. Gjithë natën, motra, aleluja, se thot këtu, herët në mëngjes, që do thot të natën, ishim për të peshkuar. Keni zënë ndonjë gjë? Nëse do të kthehesh përsëri aty ku ishe më përpara, pengo shpirtin tënd për atë që ti ke nevojë. Keni zënë ndonjë gjë? Jo, tha. Gjithë natën. Lavdi emri të shenjtë, motra dhe vëllezër, aleluja. Gjatë gjithë kohës, motra dhe vëllezër, aleluja, në këtë botë, të errët, njeriu nuk mund të marrë dot asnjë gjë. Nga të gjitha ato që ka, motra dhe vëllezër, aleluja, nuk i shërbejnë njeriu. Prandaj në fjalën e Perëndisë mësojmë, shohim, lanë çdo gjë që kishin, sepse kuptuan që ato që kishin nuk ju shërbenin, motra dhe vëllezër. Asnjë gjë nuk do të marrë njeriu me vete. Ashtu siç erdhi, ashtu do të ikë. Gjithë preokupimi i ynë, motra dhe vëllezër, aleluja, duhet të jetë t'i pëlqej Zotit atij që më thiri. Apostull Pali, vëllezër, e falenderojmë Perëndin, i konsiderova të gjitha gjërat që kisha, lashë çdo gjë, sepse nuk më shërbente. Kur unë njoha Jezus Krishtin. Kur njoha Jezus Krishtin, vëllezër, gjeta një thesar, të pacmuar, që nuk mund të blihet. Lashë çdo gjë, thotë, shiti çdo gjë që kishte, për ta mbajtur këtë thesar, për ta patur të tij këtë thesar. I shiti të gjitha. Lavdi emri të shenjtë. Jemi thirrur, vëllezër, e falenderojmë Perëndin. Tash kemi gjetur hir përpara Perëndisë, është çmim i madh të të thërresë Zoti dhe të thotë, birë,
Ky është tesari që ne kemi gjetur, motra dhe vëllezër, aleluja, për jetën e përjetshme. Është një tesar, motra dhe vëllezër, aleluja, që jo gjithkush e ka. Njerëzit sot punojnë për çdo gjë, motra dhe vëllezër, aleluja, dhe vjen një ditë për gjithë mundin tënd nuk shpërblehesh, nuk merr asgjë. Jezus Krishti thotë, motra dhe vëllezër, do të punosh në arën time. Do të marrësh shpërblim. Nëse do të punosh për mua, do të shpërblej unë, thotë Zoti. Dhe shpërblimi ynë, motra dhe vëllezër, aleluja, është jeta e përjetshme. Lavdia e emrit të shenjtë. Shumë preokupime, motra dhe vëllezër, ka në këtë botë. Prap, në shkrimet shohim Martën dhe Maria. Marta e kishte Jezus Krishtin në shtëpi. Dhe prekupimet e shtëpisë, motra dhe vëllezër, aleluja, të përgatiste çdo gjë, e la Jezus Krishtin atje, sepse kishte prekupimet të tjera. Maria qëndroi në këmbët e Jezusit. E falenderojmë Perëndin. Dhe Jezusi na jep një mësim shumë të madh, vëllezër, aleluja. Marta i tha, ti po preokupohesh për shumë gjëra. Por Maria zgjodhi atë që nuk do t'i hiqet kurrë. Prekupimet e tua mbarojnë një ditë, nuk vlejnë. Maria zgjodhi diçka tjetër. Atë që do ta ketë përgjithmonë, motra dhe vëllezër. Hidhni rjetën, i thotë Jezus Krishti, në të djathtë. Dhe atëherë do t'i gjejnë. E hodhën pra, dhe s'mund me ta të rishnin nga shumica e peshqit. Hodhën rjetën ashtu siç u tha Jezus Krishti. Dhe thotë nuk mund ta nxirrnin nga deti. Atëre dishepulli të cilin Jezusi e donte i tha Pjetrit, është Zoti. Simon Pjetri kur dëgjoi se ishte Zoti u mbështoll me robe, sepse ishte i zhveshur dhe u hodh në det. Mbasi dolën në tokë, panë një zjarr me prush dhe mbi të peshk dhe buk. Jezusi u tha atyre, sillni këtu disa nga peshqit që zut tani. Jezusi, motra vëllezër, aleluja, ju kishte përgatitur për të ngrënë. Por po i mëson, motra dhe vëllezër, aleluja, dishepujt e vet për planin që ka Perëndia. Unë ju nxora nga ajo botë. Dhe gjithçka kam përgatitur për ju, të mos ju mungoj asnjë. Por tani ndryshon thirrja e Perëndisë, motra dhe vëllezër, aleluja. Ju dërgoj në botë me fjalën e Perëndisë që të zini shumë peshq. Që të bëni vullnetin e Perëndisë. Nuk do t'ju mungoj, motra dhe vëllezër, thotë asnjë gjë. Por detyra e të zgjedhurve sot, motra dhe vëllezër, aleluja, është t'i shërbejnë kësaj vepre të madhe shpëtimi. Ju zgjodha, thotë Zoti, motra dhe vëllezër, aleluja, të jeni peshkatar njerëzish. Kjo është detyra e çdo besimtari sot, vëllezër, e falenderojmë Perëndin. Peshkatar njerëzish. Njerëzit sot, motra dhe vëllezër, u mbasin.
u basin në paditurinë e tyre. Kanë nevojë të dëgjojnë për shpëtimin, motra dhe vëllezër. Dëgjojnë në botë, motra dhe vëllezër, për çdo gjë. Vetëm për të shpëtuar veten nuk dëgjojnë, motra. Dhe për këtë jemi caktuar ne të gjithë. Shpërndajemi në të gjithë botën, thotë Zoti. Shpërndajemi lajmin e mirë, lajmi i mirë. Kur? Në momente të vështira. Lajmi i mirë është Jezusi të do. Jezusi u flijua dhe për ty. Jezusi, motra dhe vëllezër, aleluja, erdhi u flijua që ti të jetosh, të kesh jetë të përjetshme. Të të çliroje nga të gjitha vuajtjet, motra dhe vëllezër, aleluja, nga të gjitha rëndësat e tua. Çfarë duhet të bëjmë? I thanë Pjetrit. Pendohuni, thanë. Është ka që thjeshtë, thotë, motra dhe vëllezër, aleluja, pendohuni. Dhe nëse vërtet njeriu, motra dhe vëllezër, aleluja, pendohet në zemrën e vetë, për të gjitha ato gjëra që ka bërë, motra dhe vëllezër, aleluja, dhe e pranon Jezus Krishtin si Zot të tij, është një vepër shumë e madhe. Bën një ndryshim të madh, motra dhe vëllezër, në jetën e një njeriu. Ndodh një ndryshim i madh, nuk është thjesht vetëm u pendova. Pendimi sjell ndryshim. Pendimi nuk është, motra dhe vëllezër, aleluja, sot u pendova, të nesërmen përsëri u pendova. Nuk është kështu, motra dhe vëllezër. Kur pendohet njeriu, do të thotë të kthehet nga ajo rrugë që ishte. Kthehet. Dhe ecën në një rrugë tjetër. Ky është pendim. Nuk është më atje ku ishte, nuk ecën ashtu siç ishte, por ka marrë një rrugë tjetër. Ky është pendimi. Dhe nëse vërtet njeriu është penduar, është në një rrugë tjetër, Zoti do të bëjë vepër në ky njeri. Halleluja. Unë s'kam për t'ju lënë, unë s'kam për t'ju braktisur, tha Zoti. Jezusi ju tha, eja një tani mëngjes, por asnjë nga dishepujt nuk guxonte ta pyeste kush je, duke e ditur se ishte Zoti. Atëherë Jezusi erdhi, mori bukë dhe u dha atyre, po kështu dhe peshku. Kishte përgatitur për të gjithë tanin, motra dhe vëllezër, aleluja. Peshqit që do sillnin ata, ishin do t'ja sillnin Jezus Krishtin, ishin njerëzit, motra dhe vëllezër, aleluja. Bukën tënde e siguron Perëndia, lavdia e emrit të Shenjtë. E shko si thot këtu. Ishte era e tretë që Jezusi ju shfaq dishepujve të vetë pasi ishte ringjallur së vdekuri. Por ata përsëri, motra dhe vëllezër, aleluja, kishin nevojë për diçka tjetër. Ishin 500 veta, motra dhe vëllezër, aleluja, kur Jezus Krishti në ditën e 40 pasi u ringjall, u gjit lart në qiell. Dhe Zoti ju bëri një premtim para se të ikte, nuk do t'ju lë vetëm, por do t'ju dërgoj ngushëlluesin, frymën e shenjtë, rini bashkë derisa të mbusheni me fuqi nga Perëndia. Mbas 10 ditësh, motra dhe vëllezër, aleluja, nga 500, 120 ishin që rinin bashkë dhe prisnin fjalën e Perëndisë të realizojë. Dhe në ditën e Pentikostis, thotë, ditën e 50, motra dhe vëllezër, aleluja, erdhi premtimi i Zotit. Fryma e shenjtë e Perëndisë që të bëj vepra e Zotit me dishepujt. Pa frymën e Perëndisë, motra dhe vëllezër, nuk kishte vepër të dishepujve. Kishte, shikonin fuqinë e Perëndisë,
Por vepër të dishepujve nuk shohim, motra dhe vëllezër. Vepra e dishepujve filloi kur fryma e shenjtë zbriti mbi ta. Ata ishin mbledhur të gjithë bashkë. Dhe kur u mbushën me frymë të shenjtë, motra dhe vëllezër, e falenderojmë Perëndimin. Dhe të gjithë njerëzit ishin rreth tyre. Pietri, motra dhe vëllezër, aleluja, bëri predikimin e parë nëpërmjet frymës së shenjtë. Dhe çfarë ndodhi? Me predikimin e Pietrit, që ishte mbushur me frymë të shenjtë, motra dhe vëllezër, u penduan 3.000 veta. I dha në zemrën Zotit 3.000 veta, vëllezër. E falenderojmë Perëndimin. Dhe nuk ishte ndonjë predikim, motra vëllezër, mbreslenës, me fjalë të bukura, jo. Atë Jezus që ju e kryqëzuat, Perëndia e ngriti në qiell. E falenderojmë Perëndin. Që ju e kryqëzuat, që ju nuk e pranuat, që ju ishte midis nesh. Ku gjeti Pietri këtë fuqi? Halleluja. Pietri që e mohoi para 30 ditësh, 40 ditësh. E mohoi. Nuk e njohu fare. Sot Pietri ju drejtohet të gjithëve dhe ju thotë, ju, atë që kryqëzuat, Zoti e ka ngritur, motra dhe vëllezër, aleluja, falenderojmë. Vepra e Zotit në ditën e Pentekostisë. Prandaj nuk mund të ketë vepër, motra dhe vëllezër, në asnjë njeri, nëse fryma e Perëndisë nuk është në ta. Nëse fryma e Perëndisë nuk vepron, motra dhe vëllezër, aleluja. Nuk është as për njohurinë, as për diturinë, por fryma e Perëndisë bën vepër. Lavdi e emrit të Shenjtë. Prandaj që të gjithë vëllezër, e falenderojmë Zotin. Të kërkojmë Zotit që fryma e Perëndisë të jetë fuqishëm në çdo person. Sot fryma e shenjtë foli diçka, motra dhe vëllezër, aleluja. E dëgjuat se çfarë tha. Të kam dhënë, tha Zoti, një talent. Mos e fshi. Mos u përpiq ta fshehësh, ta humbësh, ta lësh diku, por vere në punë. Sepse Zoti do vijë një ditë, motra dhe vëllezër, dhe do të të thjesë, dhe do thotë të dhash një talent. Çfarë bëre me atë që të dhash unë? Po nuk kisha kohë, po fëmijët, po okupimet e kësaj bote. Zoti thotë, unë të thira, jo me detyrim, unë të thash dëshiron, të vish me mua. Shpërblimi në arën time, në punën që unë të kam thirrur, është jeta e përjetshme. E falenderojmë Zotin. Që të vish në mua të punosh, të kam dhënë një talent, ta vash në punë. E falenderojmë. Sa përgjegjësi, motra dhe vëllezër, aleluja, duhet të ketë çdo njeri që përmend emrin e Jezus Krishtit. Nuk është kaq e thjeshtë, vëllezër, aleluja. Duhet të kontrollojmë jetën tonë. Duhet të kontrollojmë gojën tonë. Sjelljet tona, vëllezër, aleluja. Si bij të zgjedhur të Perëndisë. Sepse me sjelljet tona, me gojën tonë, me jetën tonë, ose lartësojmë emrin e Perëndisë, ose e blasfemojmë atë. Është shumë e rëndësishme, vëllezër, aleluja, të tregojmë të kujdesshëm në marrëdhëniet tona me njëri tjetrin. I thot Jezus Krishti këtu, Pjetër thot, më do ti mua më shumë se sa të gjitha këto që janë në botë, që ti kërkon. Ti e di që unë të dua. Kemi detyrë për të bërë. Kulloti delet e mia. Kujdesu për delet e mia. Ushqej delet e mia. Puno për to. Për këtë të kam thirrur, thot Jezus Krishti.
E falenderojmë Zotin, çdo njeri nga ne, motra dhe vëllezër, është thirrur për një vepër. Që ta ruajmë dhe ta mbajmë këtë emër që na ka dhënë Zoti, bijtë të Perëndisë, dhe të shohë gjithë secili dhe ta pyesë gjithë secili Zotin, cila është puna ime? Cila është ajo që ti dëshiron unë të bëj, Zot? Më mëso, Zot, më drejto, Zot. Të bëj atë që është e pëlqyer në sy. Shpeshherë ne përpiqemi të bëjmë atë që na pëlqen ne. Duhet bërë kjo, sepse nga kjo del kjo dhe i dim t'i bëjmë llogarit. Po, për veprën që Zoti na ka thirrur, motra dhe vëllezër, i bëjmë ndonjëherë llogaritë që po të bëj këtë, Zoti do më jap këtë, Zoti do më jap këtë. Kjo është thirrja e Perëndisë për çdo njeri nga ne. Të bëjmë llogaritë që t'i pëlqejmë Zotit. Që atë talent që Zoti na i ka dhënë, ta dyfishojmë, motra dhe vëllezër, në atë emrit të Shë. Që të dëgjoj në orën e fundit, shërbëtor i mirë dhe besnik, në të vogla qëndrove besnik, në gjëra të mëdha do të vendos. E falenderojmë Perëndin. Për këtë jemi thirrur vëllezër, që kur të shfaqet ai, jeta jonë, jeta jonë, motra dhe vëllezër. Jo kjo jetë, jeta jonë është Jezus Krishti. E falenderojmë Perëndin. Kur të shfaqet ai, Zot, ne do jemi të ngjashëm me të. Kjo është vepër e Zotit, vëllezër, aleluja. Prandaj shqetësimi ynë duhet të jetë si ti pëlqej atij që më thirrni. Lavdi emrit të Shë. Zoti të na jap forcë, vëllezër. Zoti të na jap frymën e shenjtë me fuqi, që ne të ecim sipas vullnetit të Tij. Amin. Zoti ta bekojë këtë fjalë.